Vetëm disa vite më parë emri Ahmad al-Shara figuronte në listat e zeza të Departamentit Amerikan të Shtetit. Për kokën e tij, SBA kishte ofruar $10 milion, duke akuzuar për bashkëpunim me regjimin e Asadit dhe përgjegjësi për krime kundër popullit sirian. Sot ai shfaqet në krah të presidentit amerikan Donald Trump, duke ngrënë darkë në Doha, duke diskutuar për marrëveshje paqeje dhe bashkëpunim ekonomik. Kjo skenë e pamendueshme dikur u zhvillua në Katar, ku Trump u prit me një paradë që kombinonte devet tradicionale të Arabisë me Cybertruckun e kuq, simbolik të teknologjisë amerikane futuriste. Ishte një spektakël i kujdesshëm protokollar që la të kuptojë se një rend i ri po formsohet në lindjen e mesme nga armiqësitë në aleancë. Takimi me al-Shara vjen pas një vendimi të befasishëm të Trump për të hequr të gjitha sanksionet ndaj Sirisë në kërkim të një afrimi diplomatik të Damaskut me Izraelin. Përmes marrëveshjes abrahamike, SBA-ja duket se është gati të amnistojë të kaluarën e errët të disa figurave në emër të një arkitekture të re gjeopolitike në rajon. Kjo përmbysje dramatike ngre pyetje të mëdha për parimet morale të diplomacisë amerikane, por edhe për qëllimet e saj reale në rikonfigurimin e ekuilibrave të pushtetit në lindjen e mesme. Çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë? Ky zhvillim sinjalizon një kthes të qartë drejt real politikës së pastër, ku aleancat nuk ndërtohen mbi vlera, por mbi interesa të përbashkëta. Për Shqipërinë, një aleate e pandryshueshme e SBA-ve është e rëndësishme të lexojë me saktësi këtë frymë të re dhe të pozicionohet me zgjuarsi në marrëdhëniet me vendet e rajonit dhe partnerët strategjik.